Banka Qendrore e Indisë përdor monedhën e saj digjitale e-Rupi edhe si mënyrë për të kryer pagesat sociale. Mbështetja dhe financimet për mirëqenie janë një paketë prej 80 miliard dollarësh, historikisht ka vuajtur nga korrupsioni dhe jo efikasiteti. Ndërsa përpjekjet e Indisë kanë qenë modeste krahasuar me ato të Kinës, ku më shumë se 200 milion njerëz përdorin e-yuanin. Kombi më i populluar në botë mund të bëhet në teori emëtuesi më i madh i monedhës digjitale nëse sistemi fiton terren. Për momentin, autoritetet indiane po punojnë për të përcaktuar rastet e përdorimit në sektorit e shpërndarjes së ushqimeve dhe në subvencionimin e fermave, ku ndihma sociale shpesh ka vështirësi të arrijë tek marrësit e duhur. Projekti pilot i drejtuar bashkërisht nga Banka Botërore, Banka Rezerve e Indisë, Qeveria Maharashtra dhe Banka Kombëtare e Punjabit është një nga rreth 10 eksperimente që po zhvillohen në të gjithë Indinë për të testuar nëse monedha elektrike Rupi mund të përdoret për të ofruar pagesa të mirëqenies në mënyrë më efikase. Kina dhe India janë të vetmet vende me monedhë digjitale të programueshme në shkallë të gjerë, thonë analistët. Skema pilote e Indisë ka rreth 10 milion përdorues. Globalisht 49 vende po zbatojnë aktualisht projekt pilot të monedhave digjitale, ndërsa vetëm një numër i vogël kanë bërë një lancim të plotë të tyre. India hodhi në treg e-Rupi në fund të vitit 2022, duke e paraqitur atë si të ardhmen e pagesave, ndërsa paralajmëroi se kriptovalutat e emëtuara privatisht paraqisin rreziqe për stabilitetin financiar, por përvetësimi ka qenë i kufizuar. Transaksionet duke përdorur e-Rupi kanë arritur në total rreth 3.6 miliard dollar që nga lancimi i saj. Një pjesë shumë e vogël krahasuar me 300 miliard dollar që përpunohen çdo muaj në sistemin e pagesave të unifikuara të Indisë.